një dikush që beson, kur ka magji edhe kur ka sprovë të vërtet jetës. Edhe kur e ka pas shkrume një diçka, se janë tre lloje interpretimesh kështu. Magjia që quhet e sihr, që përmend Zoti në Kur'an, edhe që nuk përmendet për mëna kërcnu neja, apo për mëna friksu, për mëna vetëdijsue. Edhe për mëna çka? Për mëna e mundësu për me umbrojt, se na para se na godas magjia, i kemi masat preventive, që mos me ardhë tek magjia fare. Pastaj, nëse runa Zot, nuk na mbron Zoti, edhe na vetë s'kemi punu, si kemi bo shkaqet, sebepet, për me umbrojt, atëherë është edhe kurimi, do me thonë, me pjesë nga Kur'ani, me dua lutje që ne ka mësu pejgamberi, alayhi salatu wassalam. Dhe magjia, ç'është magjia? Kjo është pyetje shumë e vënë. Ç'është magjia? Magjia është ndryshimi i gjërave reale në gjërat jo reale. Do me thonë, kur diçka që është reale, për shembull gota me ujë, dhe dikush këtë gotë e shef me qumsht. Këtë do me thonë... Në psikologji quhet derealizm kjo. Jo, unë po flas nga ona, po du me dalë dikun tjetër, po flas nga ona fetare, do të thotë njeriu të vërtetën e shef si të pavërtet. Ndërsa të pavërtetën, kur në ndikim të magjisë, e shef të vërtet. Për ata e ke po, shpesh herë ndodh që kolegët në punë, që ka një biznes suksesshëm, që i ka nda vetëm gjumi, kanë flajt ndoshta edhe bashkë, apo vetë gjumi i ka nda, tash e urrej njëri tjetrin pa asnjë arsye të vetme. Ose djalë dhe vajza kanë investuar, me thonë, njërin tjetrin për me qenë bashkë, një vit e 2 vite, janë bë bashkë. Mirë, po interesant kur janë bë bashkë, nuk mund e shohin njëri tjetrin. Kur ndahen, e duan njëri tjetrin. Kur janë bashkë, zën ka mosmarrveshje, ngritje tone, shkret. Kur ndahen qetë, edhe burri ja përmend mirat ish gruas dhe gruaja ja përmend mirat ish burrit. Po pse s'pja përmend mori gruas sa je bashkë me ta? Ose o burr pse s'pja përmend sa je? Ose thot ka qenë kështu, asnjë kompliment s'e ka dhënë sa ka qenë bashkë, kur janë nda e ka po realitetin. Ose dikush jetën që ka të lumtur e shef vetëm me sy, do me thonë, të errët. Krejt keq e shef. A kjo kur të shikojsh, shëndetin po, familjen po, trashëgimtar po, pare po. Gjitha i ka, thëtë s'kam vullnet, s'kam shpresë, pse se magjia e ndryshon gjanat, prej do me thonë reales në jo reale, apo prej jo reales edhe në reale. One nuk du më përzije në rrafshin e psikologëve, po ka njerëz... Tipin që është një taj gjë, psikiatri tret, psikologët tret me besu në energjinë e brendshme. Arben, ka njerëz që... Mi pa gjërat pozitivisht, mos me pa... Po, kur ti jesh në ndikim të magjisë, çka me bo pas taj psikologu? Çka me bo? Magjin, tash po flasim mjekësia bashkore, se në arri me psikologë, me psikiatra, neuropsikiatra, edhe ka për i tyne që falen xhamia tona, edhe ka për i tyne që kanë titull profesor universitar, thot, one shkencërisht nuk më e pranoj, po thët, a kështu privatisht e besaj. Amo, si të thunë media, s'mo në thamë, po thot, është probleme thonë, edhe pastaj thët, kam edhe, do me thonë, presion, ku ta dio në mediatik, e kështu. Tjetra, magjia e bën njeriu runa Zot, të pa shpresë edhe e çon deri tek vetvrasja. Sikur depresioni, hosh. Krejt njerëzit që bën vetvrasja, ta merrmen me vetdi e bojnë ajo. Kam pas 2-3 që jemi konsultuar kështu, tash janë mirë shumë. Tregon njani ka shku buz liçenit. Wallahi në hoqë thaj, pa isha tha ujt, sikur ata 2 shekat. Nuk e pa isha ujnë, tha. Ujnë, tha, e pa isha 2 shek. Edhe kom dash, tha, me kërcy në 2 shekat. Kom dash me kërcy. Mirë po, tha, ka qenë me ngjesi hershëm, agimi me ngjesi të tha, dolen rrezet e para diellit. Edhe kur më kanë ra, tha, rrezet në fytyrë, e pa shem një shkamba të këto 2 liçenet që kemna, ta do të rhoqa mrapa. Edhe pastaj të regon, sa koduma me mujtë të tërë, duke i lexu vetës Kur'an, e duke i lexu dikush tjetër, edhe sa do shëndoshe mirë. Që do të të magjia të shënë që shtet populli edhe në qka, në gremin dëvorët, apo të shënë aty në prag të vorët. Po mirë, po kur duhet njeriu me dalu, si e dalon një njeri? Nëse është për të psikiatri, nëse është keq për shkak se e ka bën ai gabim?
ka marrë kredi ma shumë sa që duhet edhe së më pelon këstin, tash kjo nuk ka të bëj me magjinë. Po me ne të rahat mos me shku të psikiatri, mos merr kredi hiqme. Jetuat e pa kredi, që une, apishëm o zbardha, mo edhe vallaj, sinqerisht për e thëmë, ju pse jam shumë i devotshëm. Po kur kredi s'ko marrë? Kur në jetën time dhe ja kom dalë, edhe kur kam jetu me gjera. Tash mëse vazhdo këtë temë, se jetu folëm për kundër vullnetit të 90% qytetarëve. Ja, 90%. Nëse 90% janë deklaru musliman në këtë votimin e fundit, regjistrimin e fundit, ta garantoj që 99% janë në kredit. Ja. Numri qytetarëve të Kosovës në kredi është shumë i madh. Jo, është i madh, është 420.000 familje. Që i bie? Që i bie dikun janë 1.6 milion banor. Janë 1 milion banor. 1 milion banor. Më shumë se 1 milion banor. Ma shumë se gjysma, po. Më shumë. Amo... 1.6 jemi të rezident. Dëgjëm, do të me dalue të miren edhe të keqen. Është në të miren e qytetarit mos me hin kredi.